Erion Veliaj kërkon lirin, bën rekurs në gjykatën e lartë. Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, ka bërë rekurs në gjykatën e lartë kundër vendimit të gjykatës apelit posaçëm, teksa kërkon ndryshimin e masës së sigurisë arrest me burg. Mësohet se rekursi është dorëzuar nga avokatët përmes postës. Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, u arrestua në zyrën e bashkisë në 10 shkurt si dyshuar për kryerjen e veprës penale të korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetëror ose i të zgjedhurve vendor kryer në bashkëpunim nënter dhe pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Bashkëshortja e kryebashkiakut Ajola Xoxa është lënë në mas sigurimi detyrim paraqitje. Sipas pak nga të dhënat konkrete të mbledhura deri në këtë fazë të hetimit paraprak në mënyrë të përmbledhur rezulton se nga personat nën hetim, specifikisht Veliaj dhe bashkëshortja e tij, është ideuar, krijuar dhe vënë në funksionim një mekanizëm që ka synuar dhe ka bërë të mundur në praktik marrjen e përfitimeve të parregullta të cilat burojnë nga fondet publike që administrohen nga Bashkia Tiranë përmes titullarit të saj, me qëllim pasurimin personal të këtij fundit dhe të familjes së tij përmes veprimeve të kamufluara dhe të kundraligjshme.